nevojë që t'i shohi këto gjëra vetëm jo në pikpamjen e denoncimit. Nga gjykata kushtetuese tek prokurorët e SPAK-ut deri tek kontrolli i lartë i shtetit. Jo vetëm në pikpamjen e denoncimit, të ndërgjegjësimit ndërkombëtar, po dhe të bërjes përpjekje maksimale për t'i ndaluar të gjitha këto. Sepse nëse të gjitha institucionet fillojnë nga gjykata e kushtetuese, aq sa ka mbetur nga gjykata e kushtetuese për të vendosur kontroll. Tek SPAK-u aq sa ka mbetur për të vendosur kontroll, dhe tek kontrolli i lartë i shtetit aq sa ka mbetur për të vendosur kontroll, atëherë këtu nuk bëhet fjalë vetëm për Partinë Demokratike. Këtu bëhet fjalë për mekanizmat e demokracisë. Këtu bëhet fjalë për prishjen e çdo balance që ekziston në një shtet normal. Dhe sigurisht që ne kemi nevojë të ndërtojmë një strategji për këtë, kemi nevojë të ndërtojmë një strategji për mënyrën se si do të vazhdojmë jo vetëm të denoncojmë, të ndërgjegjësojmë ndërkombëtarisht, po edhe të pengojmë që këto të ndodhin. Sepse për shembull me gjykatën kushtetuese ka pas disa vendime të cilat kanë qenë vendime që ishin kundër qeverisë, vendime që nga mandati të Xhaçkës, deri tek vendime tjera që lidheshin me ligjin e komisioneve hetimore, dhe po të merr me një ligj që është i dorës dytë, domethënë nuk është thelbësor për vetë subjektin që ka gjykata kushtetuese. Dhe qeveria si ka zbatuar këto. Tani nëse neve edhe këtë pak që ka mbetur përpiqemi që ta kontrollojmë, atëherë këtu ka një problem që nuk lidhet vetëm me opozitën, këtu ka një problem që lidhet sigurisht edhe më gjerë me gjithë shoqërinë, që lidhet me median, që lidhet me çdo pengesë mundshme që ne duhet t'i vëmë që këto institucione që kanë një farë balance të pengohen që të uzurpohen. Siç është rasti i gjykatës Betja që është e nënta kundër në unanimitetin e gjykatës kushtetuese dhe vetëm që ka lënë shtegun e Strasburgut për problematikat e vendimeve. Që ndoshta prish edhe këtë kontrollin total të tyre dhe duan patjetër që ta rekuperojnë. Ne fal Zotit që kemi një shumicë, një pakicë gjykatësh atje që ushtrojnë një kontroll, që janë një lev kontrolli atje, që po të lexosh raportet, janë nga raportet më profesionale, raportet e minorancës të gjykatës kushtetuese, dhe unë këtu i referohem edhe raportit për ligjin e profesioneve të lira, që ka qenë një ligj që unë e kam ndjekur në gjykatë kushtetuese. Qëndron absolutisht. Megjithatë, një koment fundit kam nevojë në fakt për parashikimin tuaj për konstituimin e kuvendit të ri. Do kemi skena kosovare dhe një skenar kosovar, apo është shumë vonë tani për të ndryshuar diçka? Le t'i lëmë kohës, ne jemi akoma duke u marrë me denoncimin e zgjedhjeve, me një analizë, janë gjitha procese që do ndodhin në kohë. Kështu që unë shpresoj shumë që ne të kemi mundësi të lidhemi edhe herë tjera bashkë, dhe sigurisht nga studio, për t'i analizuar të gjitha se çfarë do të ndodhë. Besoj që e kuptoni që Partia Demokratike ka nevojë që t'i shohë gjitha këto procese sigurisht me qetësi, po përveç proceseve të brendshme dhe proceset e jashtme, edhe një mënyrë se si do të vazhdojë dhe si do jetë rruga përpara. Edhe një pyetje të fundit që s'më lë kurioziteti Tabaku, me që ju keni qenë nëpër komisione parlamentare, hetimore, i njihni kundërshtarët tuaj prej kohësh, e njihni mazhorancën mirë. Çështja është gjithë këto para që vidhen, ndërkohë që kanë mundësi për të bërë para edhe me gjëra tjera. Për çfarë shërbejnë? Se zgjedhjet e dim që nuk ka nevojë të harxojnë shumë lekë, se kanë gjithë administratën në kontroll. Për çfarë vidhen kaq shumë para? Për çfarë duan? Shiko, këtu ndodhin gjëra të pashpjegueshme, këtu ndodhin gjëra që nuk t'i ka pas logjika, se për shembull kam qenë në numërim, edhe t'jap vetëm një shembull, kam qenë në numërim tek Greqia. Dhe ti shikon një trend 99% vote të diasporës greqisë që edhe vetë ato nuk gëzohen dot. Domethënë këtu ndodhin gjëra kaq të pashpjegueshme që unë nuk di ti jap shpeshherë përgjigje. Vjedhja këtu në Shqipëri galopante, vjedhja jashtë çdo logjike në sektorin publik, përfshirja e administratës publike, janë gjithë faktorë të cilët sigurisht që kanë ndikuar edhe në procesin zgjedhor. E qartë, mbetet ende për të parë, shumë kemi për të parë. Faleminderit Tabaku. Faleminderit shumë Flavio për mundësinë, dhe ndjes që ky komunikim i parë ishte në distancë. Nuk ka problem, do të kemi mundësi tjera. E përshëndesim Jorita Tabaku, ndërkohë ne miq të dashur do kalojmë në shkëputje të vockël publicitare për të rikthyer pas pak me një përballje për cilësinë e 140 baballarëve të kombit të ri.